Live from Tirana në Top Albania Radio. Drejt 10:21 është ora eksakte në këtë moment. Na është bashkangjitur në studio Remili, mirë se rikthehesh në Live from Tirana. Si je ti? Mirë se ju gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi patjetër. Si po e reziston ëmbëlsirave këtë muaj? Do të flasim për dhjetorin, domethënë është një luftë e vazhdueshme gjatë dhjetorit për të gjithë njerëzit që kujdesen për trupin e tyre, për të moshtuar peshë, se ato që e kanë terezi pastaj dhe nuk e vrasin mendjen, han çdo lloj ëmbëlsire që u del përpara. Remili merret fuqishëm me aktivitet fizik, pra është personal trainer dhe do të pyesim, do diskutojmë nëse a ka ndonjë truk Remil, ndonjë sekret magjik që ju instruktorët përdorni, se po diskutonim dje për shembull kur unë të ftova në program, e të thash po ha një panetone, ti më the jo, një jo të gjatë madje aty në WhatsApp, dhe natyrshëm më lind pyetja, si të rezistojmë një panetoneje, një baklavaje, një ëmbëlsirë çfarë të qoftë në dhjetor, se janë të pashmangshme. Janë dhe lezeti dhjetorit tani. Pa diskutim që po, por mendoj që duhet një balans. Unë thjesht do t'jap një këshill ose truk. Ç'a mund të bëjnë? Pa diskutim që do konsumojnë gjërat që kanë pëlqyer edhe nuk duhet ta mbajnë veten. Për festa. Por mendoj që triku është që duhet të menaxhojnë vaktet. Nëse do hash një vakt që ka shumë kalori, që ka shumë sheqer, mundohë që vaktin tjetër ta shtysh shumë më gjatë, ose bën një fasting. Nëse mund ta bëjnë, se për festa është pak vështirë të bësh fasting, e di shumë mirë këtë pjesë. Ore, vetëm festa pune sa kemi pasur këtë muaj. Domethënë festa pune në Top Media, festa pune jashtë ambientit ku punoj, njerëz që na ftojnë. Duket ti ky dhjetori ka vetëm ftesa. Tani çfarë të bëjmë në shkretje? Domethënë kur them unë po flas për dëgjuesit. Këshilla ime është që provoni të gjithë gjërat që ju pëlqeni, por mos konsumoni në sasi. Që do të thotë, domethënë është më mirë ta provosh nëse tu ndohesh nga ajo baklavaja apo është panetonia se sa ta ndalosh veten? Çfarë është më mirë për trurin? Se dhe kjo lufta kaq e madhe që mos e provo, mos e ha. Është pak e vështirë, kam përshtypjen. Shiko se siç e the edhe ti që është ndonjëherë edhe pjesë psikologjike, ti i jep trurit stres. Po dhe bombardohesh me imazhe ëmbëlsirash. Po, ai stresi ndonjëherë përkthehet edhe në kortizol të lartë edhe pa diskutim do shtosh mas dhjamoret e barku, kështu që ndonjëherë këtë stresin mundohuni ta bëni në mënyrën më të mirë të mundshme. Domethënë ta eliminojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke konsumuar të gjithë gjërat që keni qef, por në sasi të vogla. Dhe kjo nuk do t'ju sjellë atë peshën e madhe me datë 1 janar që të gjithë presin të rihapen palestrat. 1.000 edhe New Year. Pastaj zë gjumë letargjik sërish. Dgjoj, mund të jetë edhe në këtë formë, për shembull që nëse ti e ke tepruar sot me ëmbëlsira andej nga ambienti punës sepse dikush ka sjellë një panetone apo disa copa baklava, ti afusësh një orë ecje pastaj nga liçeni nëse jo palestër? Pa diskutim, ecja është. Pra ti thua që provove, konsumove, dhe do mundohesh pastaj ti djegësh, por në qoftë se nuk shkojnë në palestër, në qoftë se nuk e kanë këtë pjesën me qejf të palestrës, se e shikoj që tani nga fundi nuk ka shumë njerëz që shkojnë në palestër, mundoj ta eliminojnë. Vërtet, e kam vënë re këtë. Po, palestrat po bëshatisen tani në dhjetor. Në dhjetor? Po pse ndodh kjo? Sepse mendoj që nuk i rezistojnë dot tundimit të ushqimeve që kanë pëlqyer edhe. Po mos është edhe kjo në fakt pak ritmi i dhjetorit që ndikon, sepse dhjetori është shumë i shpejt. Ndryshe nga janari, pastaj që duket sikur nuk ka fund, nuk mbaron, duket si 1 muaj, 3 muaj, dhjetori është i mbushur me një agjend. Pra do bësh dhurata, do blesh dhurata, do marrësh dhurata, do bësh pemën, do bësh një udhtim, dhe njerëzit kanë përshtypjen që zgjedhin tani në qoftë se një person ka llogaritur që do bëjë një udhtim jashtë, nuk besoj se do mbaj veten në udhtim. Po. Kështu që gjëja më e mirë që mund të bëj është kjo pjesa që thash, të eliminoj pak atë nepsin, mos ta ketë shumë të madh do thoja nëpër ushqime që kanë shumë sheqer, sepse sheqeri është armiku i trupit, edhe bën një gjë që të rrit insulinën për minimalisht 2 ditë. Insulina rri lart, edhe ti çdo gjë që konsumon shkon në pesh plus. Kështu që të mundohen pak
ta menaxhojnë dhe pa diskutim është kjo pjesa e ecjes që theti që duhet ta bëjnë sikur edhe në natyrë. Shumë gjë e mirë do ishte. Pra, hëngër panetone me vrap nga liçeni nëse nuk ke kohë të shkosh në palestër ose nuk ke nerva, ose koha njësoj do të jetë sikur të shkosh nga liçeni, sikur të shkosh në palestër. Shumë e vërtet, po edhe një ecje gjatë nëse jemi në Tiranë, po flas për këto Tiranës, mjafton një ecje nëpër Tiranë ose edhe kur duan të shkojnë në punë, paktën të shkojnë në këmbë, të ishte pjesë shumë e mirë për menaxhimin e gjithë këtyre kalorive shtesë që do merrnin. Dëgjoj, çfarë ndodh në janar në palestra? Besoj është e njëjta dyndje si në shtator, pas pushimeve apo para pushimeve? Ka dy dyndje në palestra. Është shtatori, edhe maj përpara plazhit. Pushimeve, patjetër tregojnë linjat. Po, por shikoj që këto të janarit fillojnë edhe bëjnë ca abonime 1 vjetore dhe as nuk shkojnë më shumë se 2 ditë. Seriozisht? Po, kam vënë që gjithë njerëzit që bëjnë abonimet vjetore nuk shkojnë palestra. Po pse? Sepse kam dëgjuar plot që thonë se do e bëj abonimin e gjatë që të detyrohem të më vrasin ndërgjegja dhe unë të shkoj, por në fakt nuk ndodh kështu. Është e kundërta. Ata që bëjnë abonime mujore, ato vinë më shpesh nëpër palestra. Ata që bëjnë abonime vjetore nuk vinë shumë rrallë. Kjo është e vërteta e palestrave. Edhe shiko, mendoj që ndonjëherë edhe nuk kanë motivim, sepse nëse ti shikon rezultate që në fillim të vitit, muajit ose ditëve të para të palestrës, palestra ty do të pëlqej. Ti do shkosh me qejf në palestër. Është efekti që ti merr në palestër që të bën ty të shkosh. Dgjoj, me sa kilogram plus vinë mesatarisht njerëzit në palestër pas pushimeve? Nga data 25 pas dhjetorit. Deri në janar mund të kenë shtuar minimalisht 3, 4, 6 varet sa konsumojnë. Seriozisht. Po. Ka metabolizëm që mund të shtoj shumë shpejt, ka edhe nga ato metabolizma që edhe nuk shtojnë, se duhet flasim edhe për të tjerë që mund të hanë çfarë duan. Unë jam një nga ata që mund të ha çfarë dua dhe nuk shtoj 0 peshë edhe mbase humb. Po si shpjegohet kjo? Do ma shpjegosh pak, domethënë është me masë muskulare. Duhet dini që muskuli është si një makineri, kërkon energji gjatë gjithë kohës. Është si një 6.3 AMG. Do gjatë gjithë kohës të ketë energji. Në qoftë se ti nuk i jep sasinë e duhur e proteinave, e karbohidrateve, e energjisë, ai do fillojë të humbi. Sa më shumë masë muskulare të keni, aq më shumë do harxhoni, trupi fillon edhe harxhon kalori edhe gjatë gjumit. Kjo është e vërteta, që ti mund zgjohesh gjys kilogram më pak në mëngjes, nëse ti ke një metabolizëm shumë të shpejtë. Nëse pastaj ke metabolizëm të ngadalt, pa diskutim që përkthehet në peshë, edhe e kanë shumë të vështirë të humbasin. Edhe shtojnë edhe shumë shpejt. Por mendoj që metabolizmi ndryshon. Nëse ti fillon të stërvitesh dhe e ke këtë gjë konstante gjatë gjithë kohës, ti do formosh masë muskulare dhe ai muskuli do të kërkojë ty që të djegësh më shumë kalori. Kështu që ajo çfarë duhet bëjnë, nëse duan edhe të hanë gjithë gjërat që pëlqejnë njerëzit, fillojnë të shtojnë masë muskulare dhe kjo do i bëjë që mos ta kenë shumë stres atë pjesën e peshës. Qartë, të mirë. Do më lejosh shkëputemi për pak hapësirë publicitare, do të rikthehemi shpejt në program për të sqaruar edhe një deklaratë të ndonjë që u bë shumë virale, besoj që ti ende i qëndron asaj, apo jo ke argumente mbrojtës? Pa diskutim që po. Mrekulli, reklama, rikthehemi shpejt në program. Nga zemra e Tiranës, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të botës, nëpërmjet platformave tona online, por dhe në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video. Po flasim për atë që është hall sa i vjetër sa vetë njerëzimi kam përshtypjen. Domethënë shtimi peshës, heqja e peshës, jo po jam shumë i dobët, jo po jam shumë i shëndosh dhe për këtë botë Ermil ka gjithmonë diskutime dhe ishim duke diskutuar për kaloritë që marrim gjatë dhjetorit, gjatë festave që janë shumë problem. E lëre më pastaj ato ditët e pushimit nga 30 deri kur i kthesh në punë që je në shtëpi. Janë 5 ditë pushim, kështu që pa diskutim do nuk e ça bën, domethënë nuk e di, domethënë një stres më vete. Ke bërë një deklaratë shumë interesante, por duat ma perifrazosh dhe një herë që ti thoshe që vithet tek vajzat apo jo? Po. Nuk bëhen me pesha të mëdha. Pesha të rënda. Pati një lumë reagimesh për këtë në rrjetet sociale, madje në videon e publikuar unë futa lexova komentet, kishte edhe shumë kolegë të tut që të kundërshtonin nga kjo bota e fitnessit. Unë jam shumë dakord te kjo pjesa që secili ka mendimin e vet se si mund të ndërtohet trupi. Po ne mos merrem me ato. Ne merrem me deklaratën. Po, se ishte për të marrë. Pra, domethënë
ka një gjë kur një hipotezë e re hidhet në rrjet, gjithmonë ka diskutime, aludime, jo po ChatGPT-ja s'është i mirë, më pas ti kupton që mund ta përdorësh realisht për gjëra të mira dhe çështja është ta përdorësh ti teknologjinë dhe teknologjia aty. Pra çdo gjë e re që hidhet në rrjet, apo ka të bëjë me zhvillimin e teknologjisë, gjithmonë ka diskutime, edhe kjo që ti theshë një deklaratë pa dëgjuar. Mund na e shpjegosh pse vitet nuk mund të bëhen me pesha të rënda? Ajo që doja të thoja ishte që shumica tani e klientëve të mi nuk kanë bërë një atë trupin që kanë dëshiruar, se unë i kam me fakte. Nuk e kanë bërë me këto peshat shumë të rënda, sepse këto peshat shumë të rënda ndonjëherë sjellin edhe dëmtime nga pas. Dhe shumë nga klientët që po vijnë tani, sidomos vajza, po mankohen që instruktorët i kanë futur në pesha shumë të rënda dhe tani janë me dhimbje të shtyllës kurrizore. Do me thënë, ti nuk ke, deklarata ime ishte kjo, ti nuk ke pse stërvitesh një peshë shumë të madhe, le ta marrim konkretisht një peshë 100 kg për vite, ti mund ta ulësh atë në 70 kg dhe mund bësh më shumë përsëritje dhe ke efekt akoma edhe më të mirë, sepse po thoja që trupi lower body, pjesa poshtë e trupit funksionon shumë ndryshe nga pjesa lart. Pjesa lart mund të doj pesha më të mëdha, pjesa poshtë e trupit do më shumë përsëritje dhe jo pesha shumë të mëdha që ti nuk mund t'i kontrollosh. Muskuli do që të kontrollohet, duhet kontraktohet edhe duhet hapet maksimalisht. Nëse ti e bën me peshë të madhe këtë, nuk do e kesh këtë kontroll. Dhe pa diskutim edhe efekti nuk do jetë ai që ti dëshiron. Kështu që një peshë më e vogël, kontrolli më i mirë, më shumë përsëritje edhe efekti më i mirë. Kjo ishte deklarata ime. Por, shiko, unë jam shumë dakord që do ketë shumë instruktora të rinj tani që duan të marrin atë famën e klikimeve. Disa nga ato unë i kam pas klient, me thënë drejtën. Edhe tani me pak eksperiencë, 3, 4, 5 vite eksperiencë, ti mund të marrësh disa informacione nga Google, siç e theti edhe nga ChatGPT-ja, edhe ti shpalosësh në rrjetet sociale. Shumica nuk e din se kush është e vërteta dhe pa diskutim që do marrin klikime, puna është kush jep rezultat. Puna është që ky sport duhet të dinë një gjë njerëzit. Ky sport nuk mësohet me diploma 300 eurosh që mund t'i blesh online ose mund të bësh është një sport që vjen vetëm nga praktika. Gurut më të mëdhenj bodybuilding janë pa shkollë. Sepse është thjesht çështje eksperience. Çdo fizik funksionon ndryshe dhe çdo fizik do një stërvitje ndryshe. Aq më tepër edhe te ushqimi, që është pjesa më e rëndësishme e këtij sporti. Thënë kjo, me që ti thuaj që pjesa e poshtme e trupit ton kërkon pesha më të lehta apo thjesht përsëritje, nëse ne vendosim shumë pesha për të ushtruar këmbët dhe të nesërmen na dhëmbin këmbët gati mezi ecim mezi çojmë nga karrika, nuk është gjithmonë një gjë e mirë? Shumë gjë e mirë, por duhet pas parasysh që pas kësaj dhimbjes këmbëve, a do kesh edhe ndonjë dhimbje të shtylla kurrizore ose jo? Kjo është e gjitha. Puna është që ti të mos marrësh kostot që nuk duhet të marrësh nga efekti i muskujve që secili vajzë ose djalë kërkon të marrë te këmbë. Qartë, dëgjoj, edhe vitin e kaluar kemi bërë një koment në studio për banorët e Big Brother. Dhe ti i gjykoj ato në aspektin e trupit, aspektin fizik. Këtë vit i ke parë? Kam parë pak. Kemi që merrem palestër. Mali është një ndër to. Po, vetëm atë kam parë. Si duket Mali? Është mirë. Është një fizik që mua më pëlqejnë shumë fizikat që janë natyral, që nuk marrin steroide edhe këto suplementet e tjera që të shndrojnë trupin në një kohë shumë të shkurtër. Fiziku ti duket që është i ndërtuar pa këto suplemente, pa steroide, edhe për mendimin tim është shumë i shëndetshëm se të gjithë mundohen që të kenë atë trupin perfekt edhe me kosto shtesë. Unë jam me një ide tjetër. Ti duhet kesh një fizik perfekt, pa kosto, edhe ti je i shëndetshëm nga brenda, sepse shikoj shumë deklarata që ti mund të konsumosh çfarë duash, pica ose fast food, dhe mjafton që ti të kesh një sasi kalorike ditore 3000 për një djalë, 2500 për një vajzë, por nuk funksionon kështu. Puna është që duhet dim si funksionojnë organet brenda trupit. Sa të shëndetshme janë gjitha, nga zemra, mëlçia, edhe
veshkat që janë pa diskutim që ato. Ishte shumë interesante një moment teksa po zije Ilir Vrenozi me Eugenin, ajo video e famshme që bë virale në rrjet, edhe shija mali nga mbrapa, ato që u lërisë mali kishte marrë një karrike, edhe bënte kështu stërvitje. Edhe thash sa mirë që njerëzit aty brenda gjejnë mënyra alternative për të bërë stërvitje. Thën kjo, çfarë mund të bëjmë në shtëpi gjatë ditëve të festave të fundvitit që jemi pushim? Shumë të ngrim karriken, çfarë të bëjmë ato ditë? Si të ushtrohemi në shtëpi kur palestrat janë mbyllur? Për djemt, pa diskutim që ka mënyra më shumë, që janë pompat. Mund të bësh stërvitje edhe me bidona, është një mënyrë praktike, shumë e kollajt, ndërsa vajzat që kanë më shumë problem pjesën abdominale të barkut, edhe pjesën e vitheve, vithet me squat, me peshën e trupit, mjafton që t'i mbajnë të kontraktuara, në kuptimin që mos t'i bie ajo masa, sepse shumica, duhet dini që shumica e njerëzve që shkojnë në palestër e kanë stres kur masa muskulare bie. Ne prandaj shkojmë në palestër, sepse ndjejmë veten që ndihemi shumë mirë dhe dukemi shumë mirë. Pjesa e barkut është shumë e kollajt për të bërë në shtëpi, me disa ushtrime që mund t'i gjeni edhe në YouTube, ndërsa pjesët e tjera duan pak pesha. Pra, pa më thuaj që edhe ato ditë që ne jemi pushim mund të ushtrohemi. Është ju svekim nëse do. Tani, unë kam një mentalitet tjetër, unë me datë 31 jam palestër, po. Vërtet? Po, sepse është pasion mbi të gjitha, është një gjë që ti e ke pasion do e bësh për ditë që ti të ndihesh mirë. Por po them edhe për tjerë që nuk e kanë pasion. Do thoja që të bëjnë një 2-3 ditë pushim, por pastaj nga trupi i gocave aty në Big Brother, kush të pëlqen më shumë? Berkena, Xhodi, Selin. Nuk e di, po Lore. Aty do thoja po. Pse? Është një lean muscle, është një, unë e shikoj me një sy tjetër, është një trup që mund të ndërtohet shumë shpejt edhe shumë kollaj. Se shumë ndahen trupat që disa kërkojnë shumë kohë që të formojnë një masë muskulare, pastaj ka tjerë që formojnë shumë shpejt brenda muajit. Përpos palesës, ty vetë për shembull, cila nga ato vajzat pëlqen më shumë ty brenda? Për shembull, nëse ti do ishe në Big Brother, me kë do flirtoja? Nuk e di, mbase me të gjitha. Vërtet? Me të gjitha njëkohësisht? Po, flirtimi është pjesë që të intrigon gjithë jetën, kështu që nuk është se është një gjë shumë serioze. Flirtimi për mua nuk është një gjë shumë serioze. Po një në veçantë? Duhet të jenë dy, një bjonde dhe një brune. Bjonde është Brikena dhe Selin. Është dhe Lorna në fakt. Po. Mendoj që kjo Lorna? Po. Të pëlqen tipi besoj. Më pëlqen që është ka karakter të fortë. Më pëlqen që ka karakter të fortë. Po nga brunet? Nga brunet unë vetëm Lorën shikoj aty që është brune. Lorna është bjonde, them nga brunet këtë do zgjidhja. Me sa di unë Brune është Lore, është Xhodi deri diku. Po Lore është brune, që është brune tamam. Simpatik është. Brikena nuk të pëlqen? Nuk më pëlqen. Pse? Se është cilësuar si një nga vajzat më seksi. Unë mendoj që ti je seksi është varet nga syri i një mashkull, është relative shumë. Secili shikon pjesë që pëlqen te një femër. Te unë për shembull është pjesa e fytyrës. Trupin unë ndryshoj shumë shpejt, prandaj kjo është pjesa. Okay. Nëse ka një fytyrë. Ti je prioritet fytyrës, se thua pastaj trupin e marr unë në dorë edhe pa diskutim e stërvison. Mirë, këshillat e fundit të tua për këto festa, për sa i përket kalorive dhe luftës me kalorive, çfarë do të thuash dëgjuesve? Do i thoja të gjithë që shijojeni festat, pa diskutim që duhet të shijojnë, por të mundohen që të kontrollojnë pak veten tek ëmbëlsirat. Vetëm ëmbëlsirat janë ato që do ju shkaktojnë më shumë peshë të madhe. Nëse do konsumoni më shumë gjeldeti do ishte më ideal. Ajo është më e mirë. Ka protein. Por kjo që duhet të menaxhojnë çik veten te sheqeri. Të provojnë, por mos të konsumojnë në sasi. Kjo është çdo gjë e abuzuar është e tepruar, madje edhe dashuria. Për të gjithë ju që na dëgjoni Remil, falenderoj shumë që ishin në program. Të falenderoj ty për ftesën. Edhe të uroj një fundjavë dhe festa të bukura. Gëzuar festa të Shihemi vitin tjetër.